se jeni votues të parë, jeni vajza dhe djem që e keni një eksperiencë që dhe në rast se është e dyta, prap është shumë eksperiencë e re, që jo vetëm të zgjidhni, dhe kjo është ajo çka duhet i përcjellni dhe bashkëpunëtarëve tuaj, nuk është fjala thjesht për të zgjedhur Partinë Socialiste, por është fjala për të përcaktuar drejtimin e vendit, për të përcaktuar që Shqipëria duhet të mos u mbas asnjë ditë, asnjë orë të antarësohet në Bashkimin Evropian, duke mbyllur negociatat për antarësim brenda 2027-s. Dhe tjetra, shumë rrallë koincidon që një palëzgjedhje të lidhen me diçka që është drejt për drejt edhe personale, jo vetëm kombëtare apo jo vetëm interes publik, por edhe drejt për drejt personale. Dhe në këtë rast ajo që është drejt për drejt personale është që me votën e 11 majit të gjithë të rinjt dhe të rejat në Shqipëri që do të marrin pjesë në zgjedhje do të vendosin duke votuar Partinë Socialiste që krahas faktit që Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe të gjithë ata të marrin pasaportën evropiane, që nuk është një dokument udhëtimi si ky që kemi sot. Sot ne të gjithë kemi pasaportën shqiptare me cilën udhëtojmë në Europë. Pasaporta evropiane, pasaporta e Bashkimit Evropian nuk është një dokument udhëtimi. Është një status qytetarie të barabartë me çdo bashkëpunëtar tuaj në Europë. Është një status që t'jep mundësinë jo vetëm të lëvizësh lirisht, por edhe të zgjedhësh ku të ndalosh, jo vetëm të përpiqesh që të studiosh në Bashkimin Evropian, por edhe ta kesh mundësinë e studimit në Bashkimin Evropian siç e kanë të gjithë të tjerët, pa qenë i cilësuar si student i huaj, jo vetëm të synosh të punosh kudo qoftë në Bashkimin Evropian, por edhe të kesh mundësinë që ta provosh të gjesh vendin tënd aty, pa qenë absolutisht nevoja të kërkosh azil apo të ikësh ilegal apo të fshihesh lart e poshtë. Dhe kështu me radhë deri tek ajo që pasaporta ju jep të gjithë atyre prindërve apo gjyshrëve sot që mbasi kanë punuar për vite të tëra, le të themi në Greqi, akoma sot nuk kanë të qartë a do t'ju njihen vitet e punës, a do të mund ta marrin pensionin që ju takon. Dhe në momentin që Shqipëria bëhet antare BE-s dhe ata marrin pasaportën evropiane, të gjitha këto gjëra bëhen automatike. Dhe e fundit për ta ditur, që por shumë kush nuk e di këtë gjë. Pasaporta shqiptare e BE-s ka të njëjtën vlerë kudo në BE. Siç ka të njëjtën vlerë kudo në BE, pasaporta e BE-s së çdo shteti tjetër. Me pasaportën shqiptare të BE-s, ata që janë sot në Greqi, jo vetëm që do të kenë të njëjtat të drejta, por do të kenë edhe të drejtën që nëse duan të zgjidhen antar të Këshillit Bashkiak, nëse duan të zgjidhen kryetar të komunave apo të bashkive, nëse duan të zgjidhen eurodeputet, nuk ka nevojë të kenë pasaport greke, as italiane, as gjermane. Me pasaportën shqiptare të BE-s, kudo ku janë në BE, nëse kanë një mbështetje që ju siguron votat për këtë, ata mund zgjidhen. Deri këtu shkon barazia. E vetmja gjë që ndryshon është kur bëhet fjalë për të zgjedhur në parlament
aty duhet kesh në shtetësinë e vendit përkatës. Dhe prandaj unë them, duke antarësuar Shqipërinë në BE, Shqipëria bëhet e madhe sa BE-ja. Nuk është më vendi juaj, nuk do jetë më i kufizuar brenda 28.000 km². Patjetër që ky është atë dheu, ky është më dheu, dhe pa diskutim që kjo është shtëpia juaj. Por ama vendi juaj do të jetë i madh sa BE-ja. Dhe po ashtu BE-ja do të jetë e madhe aq e vogël sa është Shqipëria. Në kuptimin që si sot ju merrni makinën dhe niseni për Shkodër dhe askush nuk ju ndalon. Nëse doni të punoni në Shkodër dhe keni një punë në Shkodër, askush nuk ju thot çfarë po bën këtu. E njëjta gjë, eksakt e njëjta gjë është me çdo qytet brenda BE-s. Është pjesë e vendit tuaj. Shqipëria në BE është një Shqipëri e re. Dhe mos e harroni me që kemi mbrapa monumentin e pavarësisë. Dhe me që këtu në Vlorë është marrë dhe është vulosur vendimi i shqiptarëve për të shkëputur nga perandoria e asaj kohe dhe për të vetë vendosur si një vend në Europë që i përket Europës. Mundësia për të zgjedhur Europën, mundësia për të marrë një vendim që e ndikon drejt për drejt fatin evropian të Shqipërisë është një mundësi që duhet ta konsiderojnë të tërë edhe si një amanet. Sepse kur Skënderbeu vendosi të qëndroj si barikad ndaj lindjes dhe praktikisht të marrin mbrojtje Europën, nuk ishte Bashkimi Evropian. Por ama ai përcaktoi si një profet i historisë son kombëtare fatin ton që është i lidhur pasgjithshmërisht me Europën. Dhe nëse ju do bëni një kërkim shumë të thjeshtë për të parë se nga e nisi Shqipëria rrugën kur doli nga diktatura, se çfarë gjendje skandaloze ishte nga të gjitha pikpamjet. Dhe nga u nisën afganët, bashkëmoshatarët tuaj në Afganistan, të asaj kohe, kur u çliruan nga talibanët dhe ju tha që juve do bëni demokraci. Duhet kuptoni që nëse afganët sot kanë rirënë në duart e talibanëve, ndërsa ne jemi një hap larg Bashkimit Evropian, kjo ndodh vetëm sepse ndryshe nga ata ne kemi bekimin që jemi në mes të Europës dhe kemi Bashkimin Evropian. Ato që Shqipëria fiton duke hyrë në Bashkimin Evropian janë gjëra që ndryshe nuk i fitojmë dot. Kështu që në këto ditë që kanë mbetur deri në zgjedhje, bëni çmos me shokët, me shoqet, me miqt tuaj që sa më shumë njerëz të vinë dhe të votojnë për Shqipërinë me BE-n në Europë. Shumë faleminderit.